Gjatë një vizite zyrtare në Bruksel, kreu i SPAK Altin Dumani diskutoi vështirësitë që ka hasur ky institucion gjatë 6 viteve të tij të ekzistencës. Vështirësitë kryesore kishin të bënin me organizimin e institucionit, me bërjen funksional të institucionit. Vështirësi tjetër që ishte presioni në cilin e gjendeshim, presioni i publikut i cili kërkonte rezultate pasi SPAK shihej atje si një shpresë për dhënje fund të pandëshkueshmërisë. Ndërsa pritshmëritë ishin të mëdha, realisht mundësitë tona ishin të kufizuara. Tjetër vështirësi është menaxhimi i presioneve dhe i kërcënimeve të ndryshme që vinin në drejtim të prokurorisë, por edhe të prokurorëve të posaçëm, nga politika, nga media, por sidomos nga krimi i organizuar. Ai e përshkroi SPAK-un si një model të reformës në drejtësi, duke u ndërtuar mbi parime si pavarësia, profesionalizmi dhe besimi i publikut. Më e rëndësishmja për të patur një institucion të suksesshëm të ndjekjes penale është pavarësia e institucionit. E kur themi pavarësia, kemi parasysh pavarësinë e brendshme, pra që prokurorët janë të pavarur në ushtrimin e ndjekjes penale nga drejtuesi i prokurorisë apo edhe nga pikpamja hierarkike, ata janë zotë të çështjes, dhe pavarësia e jashtme, që thotë pavarësia nga pushtetet e tjera. Procesi i përzgjedhjes së prokurorëve dhe hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit është një proces i vështirë, ku kalohet nëpër shumë filtra. Tjetër ishte një vështirësi dhe një sfidë ishte krijimi i besimit tek partnerët. Dumani theksoi se Shqipëria është kthyer nga një vend që priste informacion në një burim inteligjence për partnerët evropian. Kreu i SPAK vuri në dukje se rrjedhët shqiptare të krimit operojnë në pothuajse të gjitha vendet e BE-s, por edhe në SBA e Amerikën Latine, çka e bën bashkëpunimin ndërkombëtar të domosdoshëm.